Lazio ka marrë një fitore të rëndësishme në transfert ndaj Empolit. Goli i vetëm i sfidës u realizua në minutën e parë të ndeshjes. Protagonist ishte mbrojtësi kombëtar e skuqësi, Elsejt Hysaj, i cili dha një asist të bukur që u kthye në gol nga Dia. Në minutën e 38 Empoli ngeli me 10 lojtar pasi Colombo mori 2 karton të verdhë brenda 4 minutave. Kështu mbyll pjesa e parë e sfidës. Në të dytën ishte Hysaj, i cili u largua me karton të kuq nga fusha pasi u ndëshkua brenda 10 minutave me 2 karton të verdhë pas 2 ndërhyrjeve të gabuara. Me këtë fitore Lazio ngjitet në zonën e Champions League në vendin e 4 me 63 pikë, ndërsa Empoli i shqiptarëve mbetet në vendin e 19, drejt rënies nga Serie A. Në këtë ndeshje, të dy mbrojtësit shqiptar Elsejt Hysaj i Lazios dhe Ardian Ismaili i Empolit e nisën titullar takimin.